detyruar me shku aty se unë personalisht du me shku atje. Je e detyruar të shkosh për sa kohë është pjesë e lojës, pra është Jo, në fakt unë nuk po du me shku edhe me tregu drejtën unë me sa kuptova po muj ka shumë me kuptu me çfarë qëllime ka hy Mateo aty, edhe nuk jam fare dakord me produksionin që munoni me bukë si lujna tilla, vetë sa mu munu me shti një person që thjesht e ka mjoft jashtë se ka pas në sen ma shumë, për me mujt me insinu diçka thjesht për ma prish imazhin, kështu që unë nuk jam fare dakord edhe nuk du me shku atje. Që kjo pjesa që tu ke pak shumë e agravume, Brikena, dhe kesh ty mendu a ka diçka për tej SMS-a, po kur e dëgjova Monikën ty thonë që i ra ajo kështjella pirëre, asnjë kështjellë si ra Monikë, se duhet me pa njëre ku është e vërteta, se për nësh na po besojnë se çka tha Mateo. Pra Mateo i pas ka thonë produksionit që më konë të dashuruar dhe rrethana në këtë rast ai me siguri ka desh me përzi çështjen e fejes, ku ta di unë, po mbetet mu pa cila është e vërteta, dhe kur ta kuptojmë vërtetën, pastaj flasim për kështjellën, a është e rërës, a është e betonit, a hekrit, a e çkafit është. Menoj që kjo ke ma shumë për me dëmtu Brikenën se sa që ka të vërteta tjera në to, po mbetet mu pa.